me çfarë autorësh kemi të bëjmë në këtë rast, me profesionist, amator, apo kemi një vrasje të mirë organizuar dhe të mirë planifikuar që mund të ketë edhe mbështetje në strukturave të tjera policore nga pas apo shtetërore? Mendoj që kjo është një ngjarje e mirë organizuar. Pra ata nuk janë 4 autor, pra aty kemi më shumë se 4 autor, pra autorët ta quhen ekzekutor për sa i përket përgjegjësisë penale, të cilët janë sinjalizuar lidhur me uljen apo me mbritjen e viktimave, pra 2 viktimave të cilët udhtonin nga Mbretëria e Spanjës apo nga Spanja për në Shqipëri. Pra ka pasur një informacion të saktë, përderisa edhe autorët kanë qenë të sigurt lidhur me këtë fakt. Së dyti makina, pra makina e cila do t'i shoqëronte, pra që do t'i merrte, ata kanë pasur informacion se kush ka qenë personi apo makina e cila ka shkuar për t'i pritur. Pra besoj që duhet të ketë përgjim edhe të telefonave ose të mesazheve telefonike, dhe këtë mund ta bëj vetëm organet e specializuara që mund të jetë shërbimi informativ kombëtar apo edhe organet tjera ligjzbatuese të cilat kanë akses edhe në komunikimet nëpërmjet aplikacioneve të ndryshme. Pra kjo është një pjesë për cilën unë aludoj dhe më çojnë drejt këtij përfundimi apo këtij konkluzioni. Mund të ketë punonjës të aeroportit, të cilët kanë bërë check-in-in, pra punonjësi të cilët kanë marrë pasaportën e kanë skanuar dhe kanë bërë të mundur kalimin e viktimave në aeroport. Gjithashtu mundet të ketë edhe persona të cilët kanë vëzhguar nga momenti i daljes nga aeroporti për tek parkimi, janë siguruar që këta kanë hipur në këtë automjet, dhe pastaj kemi automjetin në të cilin kanë udhëtuar autorët e këtij krimi, që do të thotë ata ishin të bindur që viktimat kanë qenë në këtë makinë, sepse edhe vetë makina ka qenë me xhama të zi. Pra, nuk ka pasur mundësi që në qoftë se nuk kishte informacion të saktë, ata nuk do të qellonin, pra ishin shumë të sigurt. Pra mënyra se si del makina e autorëve në rrugë, pra momenti që qëndron, momenti që dalin autorët dhe godasin në mënyrë të sigurt, tregon që këta janë profesionistë, pra janë njerëz të cilët janë marrë derë tjetër me këto krime. Nuk është se janë amatorë, ata ishin gjaftot, profesionistë, të vendosur, kanë goditur në momentin e parë në mënyrë të menjëshme, të befasishme, gjë që ka gjetur të pa përgatitur viktima, sepse edhe viktima ka qenë të armatosur, pra mos gaboj, në automjet duhet të jenë gjetur rreth 4 armë zjarri, por këtë nuk mund ta them dot me siguri, çfarë kemi lexuar nga media, dhe momenti që drejtuesi i automjetit apo punojësi i AMP-s ka humbur drejtimin e mjetit dhe ka lënë mjetin në gjendje të lirë. Dhe në momentin që ka ndaluar mjeti, aty ka shkuar prap në fillim ka shkuar 2 autor, pastaj njëri prej tyre u kthye dhe la vetëm me automatik për të goditur, por i bllokua arma. Në këtë moment kthehet edhe merr, pra këta tregojnë gjitha këto lëvizje dhe veprime, kanë marrë përsipër se u ta kryejnë këtë krim, kanë qenë të bindur që viktima apo objektivi ka qenë në këtë automjet dhe janë siguruar që të godasin vetëm në krahun, pra në krahun e pasagjerit dhe në sedilen e pasme. Pra nuk ka qenë objektiv drejtuesi i automjetit, ndonse për fat
të keq të tij që ndodhi në të automjet, por po ta shikojmë edhe momenti kur shkon autori për të siguruar, apo momenti që godet, ai nuk godet drejtuesin e automjetit, po godet dy viktimat e tjerë. Pra, viktimat cilët ishin në vendin e parë të automjetit dhe në vendin e dytë. Megjithatë, përveç saj ne kemi edhe një element shumë të rëndësishëm, mënyra se si janë larguar. Pra, mënyra e largimit, kam qenë të qartë se ku do kalojnë, kam pasur informacion ku ka pasur trafik apo ku nuk ka pasur trafik, sepse mund të ishte zgjedhur një destinacion tjetër, por ata kanë ikur për në mos gaboj në Fushkruj, pra ai drejtim ka qenë, dhe janë kujdesur edhe për të djegur automjetin. Pra, në momentin që është djegur automjeti, aty kanë qenë persona të tjerë të cilët i kanë vënë zjarrin dhe i kanë pritur, pra së pari i kanë pritur, kanë pasur automjet tjetër dhe kanë djegur automjetin dhe pastaj kanë lëvizur në drejtim të paditur. Pra, gjithë ky itinerar dhe të gjitha këto lëvizje tregojnë që ne nuk kemi të bëjmë me amator, por kemi të bëjmë me profesionistë, gjë që do ta vështirësoj shumë zbulimin e këtij krimi. Pra, besoj që ndoshta të afërmit e viktimës apo shokët e tyre ndoshta e dinë se nga kush mund ta kenë këtë si krim apo si porositje, por për sa i përket ekzekutorëve dhe ata të cilët janë marrë për kryerjen e këtij krimi nga ana e policisë do duhet shumë kohë, sepse ne dimë që edhe grupet kriminale kanë një kod të tyre të eshtur që ata nuk merren me denoncime në prokurori apo me tregime të dyshimeve të tyre. Shpeshherë ata ndodh që ata të heshtin dhe mos të japin deklarata për organet përçëtuese, këtu është fjala për prokurorinë dhe për policinë, dhe i zgjidhin këto punë në mënyrë private me njëri tjetrin. Pra, private do të thotë që ata do të akmeren ndaj atyre që kanë dhënë këto porosi. Kështu që besoj që do ta kenë, mendimi im është që do të jetë shumë e vështirë për zbardhjen e kësaj ngjarje. Pra, ju mendoni se mund të ketë një sag hakmarrjesh nga grupe të tjera rivale që mund të vinë kundrejt autorëve që realizuan apo personave që kanë porositur këtë krim? Patjetër, sepse nga gjithë historiku i grupeve kriminale, pra kështu është tipologjia e këtyre grupeve apo karakteristikat e tyre, që do të thotë ata në mënyrë të vazhdueshme vazhdojnë edhe akmeren ndaj njëri tjetrit deri në momentin që do të shuhet apo do të vriten njëri grup apo tjetri. Pra, këto janë karakteristikat e grupeve tona kriminale ku nuk ja lënë në dorë shtetit për të zgjidhur këto probleme. Pra, edhe nëse do të zbulohet kjo nga shteti, pra organet do ta kenë mundësinë profesionale që të zbulojnë, edhe nëse do të burgoset, pra një pjesë e tyre që kanë kryer të vepra penale apo të gjithë prap nuk heq dorë grupi i cili është goditur. Pra, nga gjithë praktika është e tillë. Edhe nëse autori, pra flas për autor të cilët mund të kenë ngelur të vetëm, pra është shuar i gjithë grupi kriminal dhe ka ngelur një ose dy autor, në momentin që del nga burgu ata prapa akmeren sepse ndjejnë rrezikun se mos ky që do dalin nga burgu mund të akmeret ndaj tyre. Pra është frika që kanë grupet nga njëra tjetrën dhe investojnë në mënyrë të fuqishme që të hakmeren ndaj grupeve rivale.